Në prag të zgjedhjeve parlamentare të 11 maj 2025, qarku i Korçës është në pritje të publikimit zyrtar të listës së kandidatëve për deputet nga Partia Socialiste. Aktualisht nuk ka një listë të konfirmuar nga kryeministri Rama, sipas rregullorëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në qarkun e Korçës, i cili ka 10 mandate. Lista e Partisë Socialiste do të përbëhet nga 3 kandidatë të renditur në pjesën e mbyllur dhe 10 kandidatë që do t'i nënshtrojnë votimit parapëlqyes nga zgjedhësit. Në përputhje me kuotat gjinore, një në çdo 3 emra të listës së mbyllur duhet t'i përkas zgjenisë më pak të përfaqësuar. Kjo nënkupton se të paktën një grua do të jetë e përfshirë në 3 vendet e para të listës së mbyllur. Në zgjedhjet e kaluara, Niko Peleshi ka kryesuar listën e Partisë Socialiste në qarkun e Korçës, gjë e cila do të jetë edhe për zgjedhjet e 11 majit. Madje Niko Peleshi, si drejtues politik, si gjithë drejtuesit e tjerë të kësaj force politike, do të jetë në listën e mbyllur, aty ku priten të jenë edhe 2 emrat e tjerë. Për sa i përket përfaqësimit të zonave specifike brenda qarkut, si Pogradeci, Maliqe dhe Volli, ende nuk ka informacione zyrtare nëse do të kenë kandidat në listën e mbyllur, kërkesë e cila ka qenë e vazhdueshme nga degët e partive të këtyre bashkive. Në anën tjetër, Partia Demokratike ka zhvilluar primaret për zgjedhjen e kandidatëve të saj në qarkun e Korçës. Sipas raportimeve, në listën e kandidatëve për deputet do të ketë 10 emra, nga të cilët 3 do të jenë në pjesën e mbyllur dhe 7 në pjesën e hapur. I vetmi emër i konfirmuar deri tani është ai të deleguarit të Partisë Demokratike në Korçë, Ivi Kaso, ndërsa pjesa tjetër e kandidatëve do dalin pas përfundimit të primareve. Në përputhje me afatet ligjore, partitë politike pritet të dorëzojnë listat zyrtare të kandidatëve për deputet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në ditët vijuese.